të kuptoj çik të gjitha ato hajpin lëresë sankt kanë nisa kushta. Unë me politikën mirë, po politika me mua si ka mirë. Po kur dikush do të paguaj, ka drejt në vetë me të shiko se unë e du me këtë temë. Pretendimet e vetë është normale se do japi para në fundit. Ideja kur hyn në këto memet politike është një rënë keq. Kështu fito kanë zgjedhjet duke bërë të tilla budalliqe. Unë TikTokun e kam keq, në fakt se kam fara si aplikacion. Komplet pa filtra fare, nuk ka tërheq asnjëherë. Si kolea ignorante. Në komentuesit komplet pa lidhje, hyn në çdo lloj postimi, as mos e nuk e dëgjojnë fare, nuk e shohin fare, vetëm komentojnë. Ka një kontingjent që vetëm komenton kot. Ndoshta do hapur një si profesion komentuesit kot, si ignorancë, domethënë janë keq me thënë, po realisht ka shumë ignorancë në Shqipëri. Është për të vënë duart në kokë, po për të vënë duart më shumë në kokë është fakti që njerëzit zgjedhin të qëndrojnë në ignorancë. Kot ka mundësi pa fund edhe pa pagu fare që të kesh informacion. Bëhen aludime apo do vi ai, domethënë edhe të vija re që shumica atyre unë duhet t'i bëja Google. Po. CHI.